Dashi. Do hezitoni të hidhni hapa me tej sot në jetën tuaj në çift. Here do mendoni se çdo gjë do jetë më e bukur mes jush nëse lidheni me tepër, e here keni dyshime se mund të vuani. Qartësohuni. Beqaret do mund të fillojnë një histori dashurie mjaft pasionante. Financat do jenë në gjendje më të mire se disa ditë më parë, megjithatë ende duhet pak për kujdesje. Demi. Dielli do ju nxitet të afroheni edhe më tepër me njëri tjetrin sot dhe të ruani gjithmonë një marrëdhënie të mire. Do dini si t'i shprehni sa me hapur ndjenjat. Për beqaret priten aventurat e këndshme, por që do mbarojnë më shpejt se sa mendoj. Qetësi dhe as pak probleme nuk do ketë në planin financiar. Do jeni shumë të zotët me menaxhimin e të ardhurave. Binjakët. Do kaloni një ditë mjaft pozitive sot me atë që keni në krah dhe do ndiheni me fat që keni partnerin pranë. Ai gjithmonë ju ka dhënë dhe do ju jap ngrohtësinë e duhur. Beqaret nuk do jene shumë të qartë për atë që duan të bëjnë në jetën sentimentale dhe do stepen para çdo lloj ftese që do ju bëhet. Në planin financiar do jeni këmbëngulës dhe do ja dilni ta stabilizoni gjendjen. Daforia. Yjet nuk do e favorizojnë as pak sot jetën tuaj në çift. Here pas here mund të keni debate të ashpre me partnerin për shkak të kokëfortësisë suaj. Qëndroni pak kohë larg njëri tjetrit dhe reflektoni. Beqaret do tërhiqen fizikisht nga persona që nuk vlejnë as pak. Mos bëni gjëra për të cilat të pendoheni. Në planin financiar bëni çfarë të mundni për të shmangur problemet. Luani. Dielli do përkujdeset mjaft për jetën në çift sot dhe do ju ndriçojë mendimet. Do përgatisni surpriza për njëri tjetrin dhe situata sa do vije dhe do përmirësohet. Beqaret ka rrezik të ecin me sy mbyllur drejt një lidhjeje që mund t'i shkatërrojë. Financat do jene shumë të paqëndrueshme. Nuk është koha e përshtatshme për investime. Bëgjëresha. Mos bëni gabim të filloni aventura sot juve që jeni në një lidhje sepse është gjyna të shkatërroni gjithë këtë marrëdhënie të bukur që keni kohë që e keni ndërtuar. Beqaret nuk do jene as pak në humor për të dalë e për të njohur njerëz. Situata financiare ka rrezik të ndërlikohet tej mase. Gjithçka për shkak të gabimeve që keni bërë kohët e fundit. Peshorja. Ditë goxha e turbull kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do kërkoni gjatë gjithë kohës të impononi mendimin tuaj dhe kjo mund të jetë shkatërruese. Beqaret do mund të fillojnë një lidhje delikate fillimisht, por që me kalimin e kohës do shndërrohet në emocionuese. Financat do jene në qendër të vëmendjes gjatë gjithë kohës. Nuk priten vështirësi. Akrepi. Pas një periudhe jo shumë të qëndrueshme dhe pa diell për jetën tuaj në çift, me në fund do e rigjeni bashkëpunimin në çift. Komunikimi i ngrohtë do ju nxjerrë nga çdo situatë. Ditë e mbushur me surprizat e këndshme kjo e sotmja për beqaret. Shfrytëzojeni deri në sekondën e fundit. Në planin financiar nuk duhet të ndërmerrni rreziqe edhe sikur situata të jetë e qëndrueshme. Shigjetari. Do mundoheni shumë, por nuk do arrini të kuptoheni si duhet me partnerin tuaj. Për disa ditë do qëndroni larg njëri tjetrit. Beqaret do ndihen mirë ashtu si janë dhe nuk do kërkojnë të krijojnë shpejt një lidhje. Financat do varet nga sjellja juaj. Po shpenzuat pa mbarim nuk do arrini dot të përmbushni as detyrimet që keni për të shlyer. Britsjapi. Nuk do jeni as pak të qartë në mendime sot dhe mund të keni here pas here disa debate me partnerin. Asnjëri prej jush nuk do hape rrugë. Beqaret do njihen me një person të veçantë në një ambient gjithashtu interesant. Në planin financiar do shpenzoni pa fund dhe situata do vije duke u përkeqësuar. Kujdes sepse do mbeteni me xhepat bosh. Ujori. Do keni me në fund mundësin të jetoni në një ambient të lumtur dhe të mbushur me emocionet sot. Partneri do ju mbaje në pëllëmbet e dorës.
Edhe beqaret do goditen me ne fund nga shigjeta e Kupidit dhe do fillojnë një histori të bukur dashurie. Ne planin financiar nuk do keni asnjë lloj vështirësie. Do arrini të kryeni edhe disa investime. Peshqit. Do kaloni momente shumë të këndshme sot pranë partnerit dhe do kënaqeni edhe pse pasioni nuk do jetë i zjarrtë. Beqaret do kenë vepse mundësi për aventura kalimtare, kështu që nuk do ju plotësohen dëshirat. Ne planin financiar mos u tregoni as pak impulsive, sepse kjo mund t'ju shkatërroj plotësisht. Mendoni edhe për të nesërmen. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.